Ish futbollisti i përfaqësuesës së Rusisë dhe legjenda e Spartakut të Moskës Aleksandr Mostovoi ka vlerësuar sulmuesin shqiptar Mirlin Daku duke thënë se ai do t'i shërbente çdo klubi të madh të Moskës. Në një intervistë për RB Sport, Mostovoi u shpreh se Daku ka profilin dhe cilësitë për të qenë i suksesshëm të CSKA Spartaku, Dinamo apo Lokomotiva, klube këto të cilat janë të vendosura në Moskë. 27 vjeçari aktualisht luan për Rubin Kazanin dhe gjatë merkatos së janarit pati interes nga Spartaku dhe Lokomotiva, por ai vendosi të qëndrojë në Kazan deri në fund të sezonit. Zeniti me shumë gjasa nuk do të interesohet për Dakun këtë verë sepse ka një sulm të kompletuar. Te Krasnodari Cordoba është më i fortë se Mirlindi, kështu që as ai nuk është opsion. Vet Daku nuk do të dëshironte të ulej në stol. Duhet të jetë si titullar, u shpreh Mostovoi fillimisht. Edhe pse Rubini mund të jetë një ambient i përshtatshëm për Dakun, Mostovoi mendon se një hap drejt një klubi më të madh në Moskë do të ishte i dobishëm për sulmuesin shqiptar duke parë potencialin e tij. Ja se çfarë thot ish me sfushorimet i pare sulmuese, nëse CSKA Spartaku, Dinamo apo Lokomotiva e duan me të vërtet Daku, duhet të shkojë atje, përfundoi ish lojtari i Spartakut, Benficës dhe Celta Vigos. Daku mungoi në grumbullimin e fundit të kombëtares shqiptare në muajin mars dhe pritet të shihet nëse ai do të përzgjidhet nga Silvinjo për 2 ndeshjet e qershorit, të cilat janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Përveç mospërfshirjes, e cila ishte një mesazh për sulmuesin Daku, ka edhe një problem tjetër që e shqetëson që prej muajit nëntor. 27 vjeçari vijon të luajë me injeksione dhe diçka të tillë e ka shprehur edhe vetë, ndërsa në dijeni është edhe Silvinjo për situatën e tij. Pavarësisht se ai shtrëngon dhëmbët në çdo ndeshje, një situatë e tillë nuk mund të vijojë edhe më shumë kohë, pasi ai duhet t'i nënshtrohet një ndërhyrje të lehtë si rasti i Mario Mitaj.